الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Atë falenderojmë, për e ti fale, udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetet më të mira mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtari i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamarli, të nderuar të pranishëm, fillimisht e lutim Zotin e Madh Xhelle Xhelalu që Allahu te bareke ve teala ditët e kaluara të agjërimit i bën kabull pi neve. E lutim Zotin e Madh që Allahu të na jap shëndet dhe motiv dhe takat që ta vazhdojnë muajin e Ramazanit me agjërime, me taravih, me Kur'an, me vepra të mira dhe të dalim të kurorzuar në Bajram me gjunahe të falura. Fillimisht e falenderojmë Zotin e Madh për çdo begati që na ka mundsuar. Edhe për këtë takim të sotshëm, fillimisht e falenderojmë krye imamin, khatibin e kësaj xhamie, hoxhën e nderuar, hoxhën Shaib, pastaj edhe këshillin e xhamisë të cilët na kanë bërë ftesë për t'i nda disa minuta bashkarisht me fjalë Zotit dhe me fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar xhamarli, çdo Ramazan vjen me mësime të reja. Çdo agjërim vjen me mësime të reja, vjen me ligjërime të reja, vjen me ndjenja shpirtërore të reja. Andaj ne si musliman jemi obligim Allahut që të jemi mirënjohës për këtë begati që pishijojna. A e po shikoni këtë shiret dhe këtë shidet dhe këtë mirësi dhe këtë begati të Ramazanit. Kjo është mirësi e Zotit subhanahu wa taala, për të cilin ne obligohemi dhe detyrohemi Allahut ton, Zotit ton, që t'i themi faleminderit. Wa in shakartum la azidannakum. Thot Allahu Gjelle Gjelalu, nëse ju falenderoni, unë u ashtoj të mirat. Andaj e lutim Zotin e Madh, Allahut na bën falendërues. Pasi që jemi në Ramazan dhe jemi agjërueshëm ditën edhe natën, presim mu fal, do të ndalemi me disa mësimeve që na i përcjell neve Allahu nëpërmjet Ramazanit. Të nderuar xhamarli, mësimi i parë që duhet ta marrim prej Ramazanit, cili është se Ramazani dhe agjërimi vjen nga ana e Allahu Gjelle Gjelaluhu që t'i liron shpirtrat ton prej prangave të materiales dhe prej prangave dhe robërisë të kësaj bote. Pra Allahu Gjelle Gjelalu me agjërim çka po na thot? Kutiba alaykumus siyam, u është obliguar juve agjërimi. Për çfarë arsye të nderuar xhamarli? Që të na liron Allahu, ta liron qenjën njerëzore nga prangat e kësaj bote. 11 muaj kena ngarejt për këtë dunja, 11 muaj kena dhënë zor për këtë dunja, 11 muaj kena ngarejt bukën dhe ujin dhe trupin, 11 muaj kena këshir teshën, 11 muaj kena këshir shtëpinë. Allahu Gjelle Gjelalu thot, çfarë don bineve? Thot, e hisja e shpirtit ku po jet? E ndjenja tua ku po jesin? E ngrohtësia ku po jet? Për këtë arsye, agjërimi, gjëja e parë që synon me e bate ty, është me të liru, me t'i hek prangat. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar njeriu gjunaçar me pranga. Kur ja lidh njerit pranga te dora, te kama, edhe e mbush me hekur, ato do të mu liru të nderuar xhamarli, sepse ato prangat e dunjas e lodhin njerin. Shiko, agjërimi vjen për t'tregu tyje se e ki edhe një shpirt të cilin do të me ushqyje. Shiko, na sot këtë na arpi iftarit, apo? Dhe këtë iftar çka kallzon? Se na pa bukë sën rrina, pa ujë sën rrina, pa ushqi trupin sën rrina. Mirë pa Allahu që nuk na ka kriju neve veç trup, na kena edhe shpirt. Çka do më thonë shpirt të ndëruar xhamarli? Shpirt do më thonë ajo botë e cila shpesh herë ti s'e shpjegon ata. Por shembull kur ti je i mërzitshëm, krejti kije nuk kanë rregull diçka. Sa njeriu për shembull e ka shtëpinë, e ka veturën, e ka familjen, e ka grynë e vet, i ka fëmijët e vet, prapë mazun. Pse o mazun? Se shpirti o po mazun. Pra do me thonë edhe pasanikit më të madh që i ka dhënë Allahu begati, s'do me thonë se herë është a i gëzushëm. Bile zakonisht, na i gjejna pasanikat, a e keni po zakonisht, mos prejken pasanik, i gjejna të mërollt, mazun. Pse? A i në qatë parabar, qka ka pare, ka edhe mërzia. Tuta qish me fitu, tuta qish me rujt, tuta mos më more dikush, tuta përmeshtu, e kështu me dhalë loj tuta, që to tuta ku varën në trup, a i varë a i në gjaket, a i varë në shpirt, i varë në shpirt. E Allah unë e ka prua gjërimin, liroju tët, liroju pak për gjërimin.
Liroje prej prangave saj botës me agjërim. Leje pak bukën, leje pak ujin, leje pak familjen, leje grujen. Për çfarë arsye? Drejtoj Allahu xhel xhelalu. Sa kanë nevojë shpirtat e ton me u liru prej prangave të saj bote të ndëruar xhamarli. A e ka marrë dikush këtë dunja? A e ka marrë? Jo. Çka ka mbet? Bota e shpirtit. Manë mend të ndëruar xhamarli. Çdo njeri kur vdes, trupin ja shtinan dhe shpirtin ja mojna, ja vazhdojna me ja përmend. Kur ka pak para se me dek Ibrahimi alayhis salatu wassalam pejgamberi i Zotit, çka i ka thënë Allahu te bareke ve teala, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ka thënë o Allah i madh, o Zoti im, kur të vdes unë, ata shka vinë mbas mua le të më përmendin për të mirë. Ibrahimi alayhis salam ka vdek. Çka i ka met? Bota e shpirtit që i përmendet. Na ketë thojnë Ibrahimi alayhis salam, Ibrahimi baba i pejgamberëve, baba i ketë atyre të cilët kanë ardhur me islam dhe iman. Për këtë arsye të nderuar xhamarli, jemi në muajin ku Allahu na thot lironu pi trupit. Allahu nuk le pa hangër, as nuk le pa pi, ama liroju. Shiko, ne zakonisht nuk po dimë me bë këtë balans. Zakonisht po marr natur, pigrana veç fizikës. Edhe po kujtojna se kena më bërë të lumtur. Wallahi ta dish, si cili njeri që është u vrapu për këtë dunja, këtë milionerat nëse i vetmi një ka një, a i e i kinash thot jo. A i disa njeri në kena zatet s'ka pas pare, mësa ne ka bo pare, mësi ka bo pare kena vet, a u knash është thot jo. Nuk i shkon të parja. Do me thënë Allah për në kalzon hiq pa u bo milionera, mos kujtoni se të parja. Wallahi që këtë shiret, edhe shidet që e ka Ramazani, me sa pare këshmi blejtë ndëruar xhamarli. Sa miliarda kushton kjo atmosferë ku ti qohësh si fir, edhe agjeron, edhe prit iftarin, edhe i krim punët e tua, edhe fal taravijën, dhe ngon një ligjërat, dhe lexon Kur'an, dhe bën një sadaka, dhe bën një fjalë të mirë. Sa parë kushton kjo? Sa kushton kjo? Shikoni popujt e tjerë, a mundën me bë Ramazan? Jo. Për këtë arsye, gjëja e parë, mësimi i parë, më e men, agjerimi ka ardhur me të liru pi prangave të kujna, të fizikës, materialit, tina të jetu një bot materialiste, bot kapitaliste, ku thot veç mledhti. Ku kime shkue? Mledhti, njëherë mledhi. E ku kime qua të pare? Për këtë arsye, let lirohemi, sikur që lirohemi pi bukës, let lirohemi edhe pi dëshirës për me majt materialin. Kjo është e para. E dyta të ndëruar xhamarli. Ramazani vjen me na kallëzue se regulatori i rahatijës, edhe i qetësijës, edhe i lidhjeve të mira mes njerëzve, nuk ka as një sen që ka njerëzit e menojnë për faktorve, por është bindja ndaj Allahut dhe pejgamberit alayhis salam. Do më thonë me fjalë të tjera të ndëruar xhamarli, çka të bën Ramazanin Ramazan? Që ketë bashkarisin atë ngu Allahin, që kaq? Allah ka thënë kutiba alaykumus siyam, juve keni obligim me agjëru, u kri Zoti kena me agjërue. Shiko, veç një urdhër ja kena ngu këshirë sa bereqetin. Që sa bereqeti Ramazanit, me ngu Allahun vazhdimisht në stop Ramazan bëhet. Për këtë arsye të ndëruar xhamarli, na jep neve mesazh Allahu nëpërmjet Ramazanit, a pe shifni sa mirë i bë me ngu mua. E kur del në Bajram, çka bëhet? Bajram i kena dy probleme. Shlon ato që janë lidht, i dini ato që janë lidh, shejtan. Edhe shlon egot e tona. Kur të bëhen bashk, apo edhe prishet atmosfera. Për këtë arsye, nëse don me pas atmosferë qetë, në familje, e në shtëpi, e në punë, e në mahall, e në rrugë, e në qytet, duhet na më ju bind Zotit. Urdhat e Zotit mi çun vend, edhe ndalesat me Allahu xhan mi çun vend. Shiko, rregullatori i jetës shisho, shumë i thjeshtë. Ku thoje Zoti bane, bane. Kur thoje mos e ban, çe kaç. Njerëzit i japin jetës komente ndryshme, ama jeta është shumë më e thjeshtë ndëruar xhamatli. Çka jeta? Jeta është bindje ndaj urdhrave të Zotit dhe ndalim prej ndalesave të Zotit. Të ka thonë sifir që u ha sifir. Deri në iftar s'ki me hangër, që kjo ndalesë. Kur të vene iftari prap të ka dhënë urdhër me hangër, që kjo. Dash me jetu jetën rahat. Ku të thoje Zoti bane, kemi apo hajre, kemi apo bereqeti. Ku thoje Zoti mo, ta di së është e keqe. Të dëruar xhamatli, shpesh herë na s'pe kuptojna. Kur ju thojna xhamatlive, mos e me kamat s'ban, mos e me zina s'ban, mo me bigjoz nuk ban, mo me gjëra që si do Allahu s'ban, do ta provoj o gjo. Prit një herë, s'po ka qare. Mirë, që ta kuptojna sa keq i be. Me e pati sot gjatë ditës një njeri të madh, që i ka him bilik, midis ditës të hangër, çka i thu?
Çai thua? Marrëve këtë janë të agjeruar ti, apo ai be keq. E mirë, pse neve po na vën keq kur dikush ha midis ditës? Pse na vën keq? Se e ka shkel urdhën e Allahut. E pse kur e dëgjon fjalën hayya 'ala s-salat, hayya 'ala al-falah në minare, pse kur i shohim njerëz që nuk i përgjigjen, nuk na vjen keq? Pse kur i shohim nëse dikush nuk e jep zakatin, nuk i vjen keq? Pse kur e shohim atë kanë që ka mundësi me shkon haxh dhe nuk shkon, nuk na vjen keq? Pra, ne e kemi cungu Kur'anin, diçka kemi marr, e diçka kemi lënë. Feja do të më morë komplet. Feja do të më morë komplet. Thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Thot Allahu xhela xhelalu, o ju të keni besuar, në Islam hini komplet. Hini komplet. Se nuk shijohet Islami pa hin komplet. A mund të ndëruar që më të litë me shiu një këmish, një parpantolle, një kam me shtinja mos me shtinja. A shijohet? Para më një roba qepës me thonë, spata valla bez, të marrova vesh një kam. Qka i dhu? Lekit. O ja marrova që ishtë duhet ja jo. Allah e ka bo Islamin petkun e madhë. Veshe komplet që ishtë ka hije. Udkhulu fis-silmi kaffa. Hinin Islam komplet. Kur thire e zani përgjigju, kur thire Ramazani përgjigju, kur thire zeqati përgjigju, kur thoje mos ban zina përgjigju, kur thoje ruje familjen përgjigju, kur thoje mos merr kamat me kredit përgjigju. Krejt këto janë urdhat Zotit xhelel xhelalu. Mos cungon në urdhat e Allahit. Andaj, kudo që sheh siklet dhe mërzi dhe depresion, ta di se diçka i kanë shku kundër Allahit. E kudo që sheh rahati, e qetësi, e lumturi, e harmoni, e pajtim, ta di se janë tengu Allahu xhelel xhelalu. Por shka të ndëruar xhamatli njerëzit të cilët falen dhe lexojnë Kur'an, pse janë të qetë? Pse njerëzit që lexojnë tan ditën Kur'an janë të qetë? Sepse kanë drejt për drejt me fjalën e Allahu xhelal lidhje. Por shka ata hoxhallar të cilët na vazhdimisht marrim mësime prej tyre, pse ata e kanë ditë me pa lumturinë e kësaj bote? Sepse ata kanë qenë të lidhur me Allahun te bareke ve teala. Andaj çrregullimet vijnë, njerëzit ai thonë, zarës pa fare, zarës pi ec puna, jo be ketë ecin. Tash na ketin ana për puna, ju ketin ana për puna. Ama çka e ka bëu të këndshme këtë atmosferë? Se ju keni përgjigj Allahu xhelal xhelalu, kaç. Andaj rregullatori i jetës së mirë nuk është ajo çka e mendojnë njerëzit. Ti bëjmë ekonomit, ti bëjmë rrendet me parë, jo. Bëni rendet me Zotin tanë, bindju Zotit tanë. Kjo është e dyta, e treta. Të nderuar xhamatli, këtë që këtë atmosferë që kena të shijue, a Ramazan, e Teravi, e Sifir, e Iftar, e Agjerim, e Kur'an, këtë që kjo, pika buron. Por shembull, këtë ke lushtëri ma, këtë të drita që ka janë xhami, këtë ke mikrofoni, pini burimit vi. Pi cilët burim? Rrimës. Me nalë atje, apo? Me nalë atje, nalët ki. E tash, që ki bolok i ki që kjo drita e Ramazanit, piku po ven? Se na ka njëherë pe harun e piku ka arë. Edhe speqmojnë atë që ka arë. Piku vjen drita. Apo, tash përshemë o shiko. Me ta nalë atje në bazë, rrimën, as e zani së në dhirë, as drita së një shlën, as në zenën, kur gjasën banë, se ta ka nalë pin bazë. E cila baza, burimi, bunari, piku ven, ke që kjo e mirë. Prej Allah dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. A kish mi dit na vet me bo Ramazan të ndëruar xhamatli? A kish mi mujt na vet me shpik? Hajde shpik e Ramazan, më në shpik. Dikush thot, po nashta hoxha me pas provue, që unë po të kallzoj se me provusën e ban. Kina i ka 1 miliard e 400 milion njerëz. A lasën e kanë shpik Ramazanin? Po e kanë shpik telefona, kanë shpik shkamos, trenin, aeroplanin, Ramazan sën kanë shpik. A la i viçit i be sejdë. Ai po trenin e ka marru, ama Allahin se ka gjetë. Për këtë arsye Allahu te bareke ve teala kallzon se këto begatit mëdha, a e dini pikë ju kanë ardhur? Për Allahu xhelel xhelalu, shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Te Allahu xhelel xhelalu në Kur'an, muaj Ramazanit dhe cilin ka zbrit Kur'ani. Çfarë begati e madhe Allahu xhelel xhelalu është ky Kur'an. A kemi këtë dritë këtë madhe. Kjo për Allahu xhelel xhelalu. E tani dalim te një pjesë tjetër që duhet me editna. Të ndëruar xhamatli, por shembull, me na vet dikush sot neve, a vetë këtë qytetin ju, por shembull, supozoni njëri se ka parë rrimën kur, se ka parë energjinë elektrike kur. Edhe më thanë ju, pikabe ju, nasë ne kena ndriçu këtë qytetin çështu, ju ka po shkoni edhe natën ditë pas i bëhe. Çka i thuti? Po rrima ka dalë. Rrima edhe fuqia e madhe dhe i kall dritat. Mirë vëllezër. A e dim na fuqinë Allahu xhelel xhelalu?
A e njohim Allahun te bareke ve teala? A je nalë dhe njerë me thonë që ky Zot i madh, I cili në përna e banë Ramazan knatësi, e në ka begatu me të mirat e shumëta, kush o që ky Zot? Çfarë fuqie ka? Çfarë cilësi ka? Çfarë emra ka? Thotë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, Walillahi al-asma'ul husna. Allahu I ka emrat më të mirë. Sa njeri vëzër nuk e din Zotin e vet. Sa njeri nuk jeton me Zotin e vet. Nuk di me thirr Zotin e vet. Nuk din çfarë cilësi ka Zoti vet. Nuk e di se kur I bën sprov, Allahu të testue dhe s'ka nevojë me u shqetësue, sepse ai I cili është duke mbajt këtë anijen e madhe tane, është Allahu te bareke ve teala. Për këtë arsye, në Ramazan kemi nevojë me njoh burimin e të mirave, e burimi I të mirave cili Allahu xhel xelalu. Sa e njoh në Zotin e madh te bareke ve teala. E dinin ngjarjen e Jusufit alayhis salam, sa me keni nikit përgjithësi. Kur e kanë hub Jusufit alayhis salam babës vet Jakubin, Jakubi ka qenë pejgamber. A e dini vëllezër, këta ciklet humbjes djalit më të mirë, a e dini me çka e ka shëruar vetën? Me çka e ka shëruar vetën? Për shembull I ka hub djali, ai ka pasur djem tjerë, ama më I miri ka hub. I kanë thënë ta ka hongër ruki. Edhe pse ai e ka ditë që kjo nuk ka çashtu. Mirë, po çish e ka shëruar se djali nuk ka? E ka shëruar me një fjalë. Veç me një llaf e ka shëruar. Ama çat llaf dush me e ditë. Edhe atë llaf duhet me ia ditë përmbajtën. Edhe atë llaf dush me e shiju. Çka tha? Inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Unë tha e një Allahin ma mirë se ju. Që kaq. Ketë me qëta e heki mërzien. A ditë kur I sprovu me thanë, a tu dasht Allah me mu me bo diçka? A di kur ti e dëni siklet, e dëni shqetsim, e dëni fukarallëk, e dëni shtrengim, e di qka kur të hec mirë, qka du të me thanë? A kujton ti që me menqurin tane ki me dala? Së një del vallaj kur me menqurin tane? Po qka dush me ba? Dush me ju drejtu Allahu gjellë gjellalu. Me thanë, o Zot, unë s'podimo. Drejtoj e ti. Shiko pejgamberi alayhis salam, sa herë kur kishte doni siklet madh, I thon te Bilalit, o Bilal, thirrë ezanin që të sona me namaz. Ai as ka pas mençuri, as ka pas intelekt, as ka qenë mençur pejgamberi zam, ka qenë maja mençuris. Kul me njerëz vetëm që më kanë, ama kanë herë ashtu ngatrohen labirintat e jetës, sa që ti patjetër dush mi thon Allahu xhela, o Zot, tash ti drejtoje. Për këtë arsye, në Ramazan, nëse nuk del me njohje të Zotit, s'ki dal me Ramazan sa duhet. Dush me njoh Zotin e madh te bareke ve teala. Shikoj të nderuar xhamarlin, na përdora telefona apo. Shumica prej neve nuk e din çka ka këto telefona. Një numër I madh njerëzve përdorin vetëm për me fol. Alo, ai asi edhe kështu më radh. Ama ai bie ki telefoni që ka vetë që funksion? Jo. Andaj vëzër, shembulli I Allahut është më I madh. Sa e njohim na cilësinë e Zotit xhel xhelalu. Sa e njohim na sa I mëshirshëm është Allahu subhanahu wa taala. Në ditë për ditë pejgamberi alayhis salam don më u parafru sahabeve sa ka rahmet Zoti I madh. Allahu na fut në rahmetin e vet ya rabbal alamin. Në ditë për ditë në një luftë, një gruaje I hub fëmia. Edhe ma vonë e gjen. Kur e gjen mas kërkesës të madhe e merr afro nga vetes se si çish e don ana e vladin e vet. Dhe pejgamberi sa më shfrytëzon këtë skenë dhe ju thot sahabeve, a peshit me çket gruaje? Po. A ka rahmet kjo për vladin e vet? Than shumë ja Rasulullah. E nana shumë e do vladin dhe shumë e mëshiron. Tha wallahi, Allah ja më I mëshirshëm për robrit se kjo nana me këta. Nana pika e ka marr rahmetin për vladin pi Allahit. Pi Allahit e ka marr. Ka thon alayhi salatu wassalam, edhe hajvani kur e çon kamën e vet për mos me shkel dvoglin e vet, rahmetin pi Allahit e ka marr. Por nëse kitë që të e kanë marr rahmetin pi Allahit, edhe na çdo rahmet që e shoh në dunjë është I marr pi Allahit. Sa ka rahmet ki Zot? Ka thon pejgamberi alayhis salatu wassalam, veç një rahmet e ka zbrit në dunjë, me çata mëshirohen krijesat. Këtë pjesa tjetër rahmetit është në ahiret. Këtë pjesa tjetër rahmetit është në ahiret. Andaj Allah pak lip me neve të njohje për Zotin dhe të na futë rahmetin e madh të Tina. Por këtë arsye, gjëja e parë që duhet mësimin e tretë që ta kuptosh është kitë që kjo dritë e madhe piku po vën. Piku po vën. Sa energji e madhe pi Kur'anit. Çiki Kur'an piku ka ardh pi Jibrailit I përcjellur. E çiki Jibraili piku e ka marr pi Rabbul Izzës, pi Rabbul Arshil Azimit, pi Ati I cili është Zoti më I madh, krijuesi I këtë gjithësisë. Dhe e dyta ka ardhur prej Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. E sa e njohna na Muhammedin alayhi salatu wassalam. A nuk është turp të ndëruar që më të li, si cili për neve s'pehek s'na pidore. Me haru të shpia, këthejesh me kartë, për pas, shkon thu, I thu shpia, bëma telefonin se ka marruhe. Nuk të hecet pa telefon, apo? E mirë, a nuk o të të nditën me telefona, me na vetë, neve, dikush, musliman, përgjithësis, po voli o gjallartë. Kur ka lind Muhamedi alayhis salatu wassalam, bolle ngushton.
Mi thon kur ka vdek pejgamberi selam bollën ngushton. Mi thon ajt kallzom me të nal ti një jo musliman. Edhe me thon po du me dit pak për pejgamberin tan. Bujrum kallzom. A e dini kallzuar? Kush ka qenë ky njeri? Çfarë mesazhi ka ardhur ky njeri? Pse ju i thoni pejgamberi i fundit? Por çka i thoni pejgamberi i fundit? A dina mi kallzu? Wallahi shiko. Tash mundesh me kalkulu një siklet të vet, apo çka kisha mujt mi thon. Bane hesap shpejt, apo e mirë, me ta nxjerrë dikush dollarin. Me thonë ai njëse ta thu po e Amerikës parë e moçë që 300 vjet shtet që kjo para Amerikës. Me ta nxjerr euron aty argovantën, e dini? Këtë njëojnë. Me u përmend njerëzve për shembull, ja përmendin e emër pejgamberit alayhis salam. Pa ja u parthis, besoj që i mundi me e ditë. Pejgamberi sa njëra prej emrave ka pas Dhahak. Dhahak. O xhallar të din. I buzëqeshur, gjithmonë ka kesh. Apo pejgamberi alayhis salam thot Xherir ibn Abdullah, thot nuk ka herë që e kam pa pejgamberin selam vetëm ka kesh. Sepse ka ardhur për rahmet. Ka ardhur për rahmet. Ka transmetuar Imam Ahmedin në Musnedin e tij. Ka ardhur një gruaje pilar. Me e pa pejgamberin alayhis salam, mirë pa jo veç ka një muhabet, një burr i madh me ushtar, me sahabe, edhe kur ka ardhur aty u ka dridh. Ju ka dridh goja. Se ku me di çfarë njeri janë kë? Sa ato kanë menuar se zakonisht perandorat bojnë çashtu. Ka dalë pejgamberi sa mprit, edhe i ka thonë, "Oj non, oj plak, mos u dridh, se unë ka thonë, jam rrit jetim. Kam hang buk bajat, nuk jam unë çashtu që të menue." Ka fillu me e qetësu pejgamberi alayhis salam, nga se ka rahmetul lil alamin, rahmet për këtë dunjë. Mirë, kur i thojnë ana dikujt ka rahmet për këtë dunjë, çish rahmet kurse njo? Çish rahmet kur çka di Çish rahmet kur çka njo sunetin? Çish rahmet për mua Muhammed Mustafa alayhis salam, kur në punë aty s'm bëj. Çish rahmet kur na çomin sabah me dvet ti dikush sabah, me dvet e vladi. Me thonë o bab, Muhammed alayhis salam profeti i njerëzimit. Kur aqun sabah, shka ka bo? Senin e pa, shka ka bo? Valla i thu, haje zatet në hoxën ashtë të në kalzën e qenë. Ama vetë, ti me eduku fëmijën tanë. Mi thonë, kur aqun për nga mërë a.s. Në sabah ka thonë kështu dhe kështu. Dhe senin e pare ka bo kështu dhe kështu. Andaj, të ndëruar që mërli, kemi nevoj me njoftë Muhammed a.s. Kemi nevoj me njoftë për veti mas pari. Kemi nevoj me njoftë për familjet tona. Kemi nevoj me njoftë për evlatët tonë. Nga se na shpejt kalon jeta, që do tri ketë që ka i shifni, këto ketë kanë marrë dhe mëri. Du të me njofë Muhammed a.s. Du të me ditë ata pse thire zani, eshhedu enne Muhammed Rasulullah. Kush o ki Muhammed Rasulullah? Për këtë asyje të ndëruar gjëmatli, le ta kuptojmë se burimi kitë kësaj të mirë të Ramazanit, agjërimit, nuk o që shmenojnë disa njerëzi me dalë niftare, mu mbledh me njerëzi, mi pa ato misë që si ke pa, jo. Kjo këtë regullo, kjo paket që të vjerë. Ama baza me njoftë Muhammed Mustafa alayhis salam. Çka tha Allahu në Kur'an kur e zbriti agjërimin? Çka tha? Ha? Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ndoshta këtë Ramazan e shfrytëzoni ju e i thuni Allahit faleminderit. Çish i thuti faleminderit dikush ka se njerë? A mund është dikujt nuk dhe tu ka përgjigj thon faleminderit? Çka ki ju? Pse faleminderit? Po e nita me thonë, jo, ama e ke pa kur dikush ta ban një shërbim, që i thu, faleminderit, për shërbimin që ka ma bane. Mirë të ndëruar që më li, sa i kemi borgjë Muhammed Mustafas, a.s. për kitë të të mira që ka ne i kam suneve. Ka thonë Imam Shafi'i Muhammed ibn Idris, rahimahullahu, djetari prej djetarëve të shquar prej 4 imamve, ka thonë krejt bota islame i kanë borgjë Muhammed Mustafas a.s. për ilmin e madh që ka përcjell prej Allahu xhel xhelalu. Andaj na nuk e lajna këtë borgjë pos duke e njoft ata, duke e ndjek rrugën e tina dhe duke thënë salavate shumë për pejgamberin a.s. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, gjëja që duhet në këtë Ramazan ta shtojmë është njohja e Zotit. Mos gabon me zon Ramazan Bajrami ti pa e njoft Allahin, ama me njoft mirë, me ja njoft emrat. Mos gabon me zon Bajrami pa e njoft Muhamedit alayhis salam. Me vetë të ndëruar xhamatli ti plot për njerëzve. A e di ku an filan kafja minë redina? A e di ku an filan programi minë redina? A e di njerëzit që më trit me filan a ki pa për futballerin kretja di që tu ka nis me lujt piçi saj mahallë vet 4 klube kanë ndruar këto në rregull Muhamedi alayhis salam Ebu Bekr Siddiku a di sa njëri për shembull me vet Ebu Bekri se ka emrin Ebu Bekr që të rremën ka baba që të rremën ka njerëz nuk e di njërin e di tumetit Muhamedi alayhis salam nuk e di apo ama
ki e di për shembull ai krijetari i Amerikës, ki krijetari i Rusisë, që rroke as kësi geopolitikën e di këtë komplet. E di mjeksinë me veç që ka njëri ditë numet emrin nuk e di valla. Për këtë arsye kemi nevojë mi shtu njohuritë tona për burimin nga na ka ardhur neve, kjo mirësi e Zotit te bareke ve teala. Dhe tjetra të ndëruar xhamatli. Ase koha e zonë ka afruar. Allahu xhelalu ala kur e ka zbrit Kur'anin, e ka zbrit Ramazani me surën Bakara përmend. Asnjë ajet tjetër se ka përmend. Për më shumë vetë hafozën e keni. Asnjë veç Kur'an surën Bakara. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam ayyaman ma'dudat shahru Ramadan fa idha sa'alaka ibadi fasaqadun uhilla lakum. Çto janë ajetet e agjërimit? S'ka ajete tjera. Kur e ka kry Allah i këtë vargën e agjërimit, e ka kry shumë interesant vargën e agjërimit. Vargën e Ramazanit. Ali se e ka kryje? Allahu gjithë çka thot? Thot këto janë ajetet e Allahu xhelle xhelaluhu. Këto janë faktet e Allahu që kena zbrit për kanë. Shumë interesant. Ka thonë këto janë ajetet e Allahu xhelle xhelaluhu për njerëzit. Linnas. Për këtë njerëzit. Ulemat e tefsirit e ulëmtojnë. Ka thonë Ramazani nuk vjen për njerëzit, po vjen për musliman. S'vjen për njerëzime, po vjen për musliman. Ama Allah thot këto ajete janë për njerëzit. E njerëzit, muslimanët janë për njerëzve. Ama Ramazani vjen, ja ju ledhina amenu. Ojtë se kënë besua. Allah o gjatë, linnasi la'allahum yattaqun. Kanë thonë disa prej komentatorëve, na tregon Allahu në këtë varg ajetësh, se Ramazani është kursi i mjaftueshëm për çdo njeri, edhe nëse hip pi qafirllëkit, me bo me mri Ramazanin, e zën Bajrami xhenetli. Sa Ramazanën a kanë zonë neve, a lasën këna dalë xhenetli. A lasën këna dalë xhenetli. Dikush thot, o gjo po, pi kape ditë si nas këna dalë xhenetli. Çe po të kallzojnë? Mas Bajramit, si dvene Bajrami, ne arrotllojnë atrakun. A kuptum se si na xhenetli alo? Na e pakta mas Ramazanit çka? Nëse ti s'fal jashtë Ramazanit taravih, 5 vakt s'ban mi pa muhabet. Se ti taravih është tash se ki obligim. Taravih është ka falet tash 20 recate, nuk ka obligim. Ajo e pëlqyshme, mira me fal. E mirë, mas Ramazanit 5 vakt. Veç 5 mos ja lekur Allahu xhel xelalu. Për këtë arsye Allah thot, këto ajete janë për këtë njerëzit. Mirë po, çfarë thot? La'allahum yattaqun. Ndoshta e shfrytëzojnë këtë Ramazan, veç një Ramazan 30 ditë me dalë xhenetli po. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, kujt nuk i mjafton në Ramazani me fitu xhenetin, a dini çka ka thënë pejgamberi alayhis salam? Ka thënë alayhis salam, midit për ka transmetuar Imam Ibn Hibbani në sunenët e tina, se ka hip në hutbe pejgamberi sallam, edhe çdo shkallë ka thënë amin. Njëra prej shkallëve çka ka thënë? Ka thënë amin. E kanë pyetur sahabët, çka thau ja Rasulullah? Tha er Jibraili dhe më tha, o Muhammed, ai shka e zë Ramazanin. Jo, e kena zonë. Ai shka e zë Ramazanin. Do më thonë që ki haditha për këtë juve, pite une, për këtë neve. Ai shka e zë Ramazanin, edhe nuk shpoton pi xhenemit me në xhenem që aty. Pra nëse vjen Ramazani, edhe së nëhitin xhenet, që ka thonë i Gjibraili? Ka thonë, inshallah i shkon zhag, hune e vetë në xhenem, a me e rëzikshme, a di shka një shka? Ka thonë, pejgamberi amin. Pejgamberi kur nuk ban amin për di shka tranë. Ama për një me, komentatorët kanë thonë, ai i cili e mrin Ramazanin dhe nuk ja dërzon shpirtin Allahit, dhe nuk ja dërzon trupin Allahit, dhe nuk ja dërzon këtë komplet vetën Allahu xhel xelalu, mi thonë, që o Zot kum ki, bema xhenetin, largon pi xhenemit, me të vërteta e meriton me i xhenem. E lusim Zotin e madh xhel xelalu, Allahu trupa ton pi zjarri i xhenemit i largon ya rabbal alamin. E lusim Allahu subhanahu wa taala që në këto ditë të Ramazanit, në këto ditë të begatat Allahu te bareke ve teala, Allahu emra ton për banorëve të xhenetit i ban ya rabbal alamin. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti on xhelexhat na mundson që ta njohim Zotin ton, që ta njohim Allahun ton, që ta njohim atë i cili na ka kriju neve, që ta njohim pejgamberin ton, më të mirin pejgamber që e ka dërguar Allahu te njerëzimi, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. E lutim Zotin e madh xhel xhelalu që për çdo fjalë që i kemi thënë, nëse ja kemi çollu, ka qenë prej Allahut. E Allahu në lusim që Allahu të nash problem. E kudo që kemi gabu, ka qenë prej meje, edhe prej shejtanit, e lusim Allahun që Allahu të na fal, e lusim Zotin e madh bashkarisht Allahu të na pastron pi gjunaheve, Allahu të na pastron pi mëkateve. E lusim Allahun që Allahu zemrat tona t'i ban zemra që Allahu i do,
zemrat që e dojnë Allahun, zemrat që e dojnë xhenetin, zemrat që i dojnë melaqët, zemrat që i urrejnë shejtan, zemrat që i urrejnë të këqijat. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allah bashkarisht na ka bëu qabul agjërimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.